Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 32 vjeçe dhe kam një motër. Kemi qenë gjithmonë shumë të lidhura, ndoshta edhe më shumë se sa janë zakonisht dy motra, sepse jemi rritur pothuajse vetëm me njëra tjetrën dhe kemi ndarë gjithçka bashk, nga sekretet e vogla të adoleshencës deri te vendimet më të rëndësishme të jetës. Ajo është më e madhe se unë dhe gjithmonë e kam parë si një figurë të fortë, si dikë që di çfarë bën dhe rrallëherë gabon. Kur u martua, isha një nga njerëzit më të lumtur për të. Mendova që kishte gjetur një njeri të qetë, të qëndrueshëm dhe të përshtatshëm për jetën që donte të ndërtonte. Burri i saj nga ana ime ka qenë gjithmonë korrekt. Nuk kemi pasur në një afërsi të madhe, por gjithmonë kemi respektuar kufijt dhe kemi ruajtur një marrëdhënie normale ku na të rije. Nuk ishte nga ata burra që bëjnë shaka të tepërta apo që afrohen më shumë se sa duhet. Kjo ndoshta është arsyeja pse ajo që ndodhi më pas më tronditi akoma më shumë. Një ditë motra më telefonoi dhe më tha që do të shkonte për disa ditë jashtë shtetit për disa punë. Më kërkoi një nder shumë të thjeshtë në dukje, të shkoja të rija në shtëpinë e saj për të mbajtur fëmijët gjatë kohës që ajo do mungonte. Pranova menjëherë, jo vetëm sepse ishte motra ime, por sepse nuk më dukej diçka e pazakontë. Kisha qëndruar edhe herë të tjera me fëmijët e saj dhe gjithmonë kishte shkuar gjithçka për mrekulli. Shkova atje që ditën tjetër. Shtëpia ishte e rregullt, fëmijët të gëzuar dhe partneri, pra burri i motrës time, ishte i zënë me punët e tij. Gjithçka dukej normale. Ditët e para kaluan pa asgjë të veçantë. Unë merresha me fëmijët, me shtëpinë, me gatimin dhe me gjërat e përditshme. Ai ishte i pranishëm, por i tërhequr, si gjithmonë. Kjo më jepte një lloj sigurie. Derisa erdhi një ditë. Ishte verë, një nga ato ditë që të lodhin edhe pa bërë shumë gjëra, vape rënd, ajër i ndenjur dhe një qetësi që ndonjëherë të rëndon më shumë se sa të qetëson. Fëmijët kishin shkuar në shkollë dhe unë isha vetëm në shtëpi. Duke parë rreth e rrotull, më ra në sy një murr i cili ishte i palyer. Mendova që do të ishte ide e mirë ta mbaroja si një ndihmë e vogël për të. U vesha lehtëshëm me një fustan të shkurtër veror, sepse ishte vap dhe nuk po mendoja për asgjë tjetër përveç rehatisë. Mora shkallët dhe bojën dhe fillova punën. Në fillim gjithçka ishte normale. Isha e përqendruar tek ajo që po bëja, duke u munduar të arrija pjesët më të larta të murit dhe duke lëvizur shkallët her pas here. Pas pak dëgjova derën që u hap. Ishte pikërisht ai, burri i motrës. Doli në obor dhe më pa. Po punon fort, më tha me një ton të zakonshëm. Po, mendova ta mbaroj këtë pjesë. Ju përgjigja pa i dhënë shumë rëndësi. Ai u afrua më shumë dhe pa shkallët. Janë pak të qëndrueshme, kështu që po ta mbaj unë të të ndihmoj. Nuk më dukej diçka e çuditshme deri aty, kështu që pranova. Unë gjita përsëri. Në atë moment fillova të ndjej një lloj tensioni që nuk e kisha ndjerë më parë në praninë e tij. Nuk ishte diçka e qartë, por ishte mjaftueshëm e fortë për të më shpërqendruar. Ai qëndronte poshtë duke mbajtur shkallët. Shumë afër, më afër se sa ishte e nevojshme. Ndjeva vështrimin e tij dhe kjo më bëri të ndihem në siklet. Nuk ishte më ai vështrimi i zakonshëm i një familjari. Ishte diçka tjetër, më e rëndë dhe më e qëllimshme. U përpoqja të përqendrohem tek muri, por nuk po më dilte. Mendja nuk ishte aty. Ndjeva një lloj ngurtësimi në trup, sikur nuk po lëvizja më natyrshëm. Pas disa minutash zbrita. Besoj mjafton për sot, i thash duke u munduar të largohem nga situata. Por ai nuk u largua. Qëndroi aty përballë meje.
Heshtja që pasoi ishte pazakont. Pastaj tha diçka që nuk e prisja fare. Ke ndryshuar. Ndërkohë, unë po e shihja me abi. Je bërë më tërheqëse, më tha në fund. U shtanga. Nuk ishte një koment që duhet vinte prej ti dhe jo në atë mënyrë, jo në atë moment. Mos fol kështu, i thash duke ndjerë që situata po dilte jashtë kontrollit. Kam kohë që mendoj për këtë. Në atë moment e kuptova që nuk ishte diçka e çastit. Ishte diçka që kishte kohë që ekzistonte. Kjo gjë më trëmbi më shumë. Unë nuk e kisha vënë re asnjëherë. Duhet të hy brenda, i thash duke bërë një hap prapa. Por ai u afrua një hap përpara, jo në mënyrë të dhunshme, por mjaftueshëm për të krijuar një presion që nuk mund ta injoroja. Vetëm dëgjo, tha, dhe aty gjithçka ndryshoi. Ajo që ndodhi më pas nuk ishte diçka e menduar apo e planifikuar. Ishte një moment dobësie, një moment konfuzioni, ku kufit që kisha vendosur për vite u thyen. Dhe menjëherë pas ti, erdhi realiteti. U largova menjëherë brenda, zemra më rihte fort. Nuk e besoja atë që kishte ndodhur. Nuk e besoja që kisha lejuar të ndodhte diçka e tillë. Ditët që pasuan ishin të mbushura me shumë tension. Ne nuk folëm për atë që ndodhi asnjëherë, vetëm shmangeshim. Flisnim për gjëra të zakonshme, sikur asgjë nuk ishte ndodhur. Por çdo herë që e shihja, e kujtoja dhe kjo më rëndonte. Kur motra u kthye në shtëpi, ndjeva një lloj faji që nuk e kisha ndjer kurrë më parë. Ajo më përqafoi, më falenderoi, më foli me të njëjtin besim që kishte gjithmonë. Dhe unë nuk mund ta shihja në sy për shumë gjatë. E dija që po mbaja diçka të rëndë brenda meje. Një sekret që mund të shkatronte gjithçka. Ditët ndërkohë kalonin dhe unë mbeta me të njëjtën pikpyetje në mendje. T'ja them apo ta mbaj për vete? Çfarë do lloj gjëje që unë të zgjidhja do të kishte pasoja. Pikërisht aty filloi pjesa që nuk e kisha parashikuar kurrë në jetën time. Në fillim mendova që koha do ta shuante gjithçka. Ai moment do mbetej një gabim i izoluar. Diçka që ndodhi një herë dhe nuk do të përsëritej më. Por realiteti ishte shumë më i ndërlikuar se kaq. Ditët që pasuan, edhe pse përpiqesha të sillem sikur asgjë nuk ishte ndodhur, brenda meje filloi të bëhej e dukshme. Një pasdite ndërsa fëmijët po flinin dhe shtëpia ishte e qetë, dëgjova trokitjen e derës së dhomës. Ishte ai. Duhet të flasim, më tha. E di që ajo që ndodhi nuk duhet të kishte ndodhur kurrë, por nuk ishte vetëm një moment. Çfarë do të thotë kjo? E pyeta. Kam shumë kohë që të shoh ndryshe. Nuk është vetëm ai çast. Pse nuk e thon më parë? Sepse nuk duhej, je motra e gruas time. Duhet ta ndalojmë, i thash me vendosmëri. E di, ma ktheu ai. Por mënyra si e tha, nuk më dha as pak qetësi. Ndjeva që edhe pse e dinte nuk ishte aq e thjeshtë të hiqte dorë. Në sytë e tij pash diçka tjetër, një përzierje dëshire dhe konflikti. Pikërisht kjo e bënte gjithçka më të vështirë. Nuk ishte një situatë e thjeshtë ku njëri donte dhe tjetri jo. Ishte diçka që në një mënyrë të gabuar na kishte përfshirë të dyve. Dhe kjo gjë më tmerroi. E dija që nëse nuk vendosja kufi të qartë, do humbisja më shumë se sa mendoja. Kur motra më thëriti për të dalë, fëmijët ishin të gëzuar, shtëpia u mbush me zhurmë dhe jetë, dhe nuk dija çfarë të bëja realisht. Në çdo moment mendoja t'i tregoja. Mesazhet e tij filluan të ishin të drejtë për drejta, çdo herë më shumë. Filloi me mesazhe telefoni, si je, çfarë po bën, dhe pas tyre fshihej diçka më shumë gjithmonë. Mënyra si po ndiheshim po fillonte dhe po afrohesh akoma më shumë. Në fillim vetëm për të folur dhe më vonë për të arritur dhe në veprim. Një pjesë e imja filloi të dashurohej me të. Ishte një pjesë që unë nuk ja fal kurrë vetes. Ishte një gabim. U largova një ditë më pas me një ndjenjë boshllëku që nuk e kisha provuar më parë. Jo sepse po humbisja vetëm atë,
por në të njëjtën kohë humba motrën time dhe veten time. Ditët pas ndarjes ishin shumë të çuditshme. Në sipërfaqe gjithçka dukej sikur po kthej në normalitet. Nuk ishte më mesazhe pasi unë I bëra blok, por brenda meje kishte një heshtje tjetër. Një nga ato ditët vendosa të largohem përfundimisht nga zona nga qyteti. Me motrën nuk flas më prej asaj kohe dhe më ironike është fakti që motra ende sot e kësaj dite nuk e di arsyen e distancës tonë.